me vete, shkon, ke qefta hedhësh votën në kuti. Mirë po këtë e ka pa mundësuar KQZ-ja, në fakt këtëherë ka pa mundësuar PZAP-ja, duke ndaluar votimin në ambiente dinjitoze të tjera, duke e kthyer në qesharake një kërkesë të cilën misionet tona kanë pasur për të pasur ambiente më të mira ku do të mund të përfshiheshin më shumë votues. Megjithatë, ajo është, si thua, bisede së djeshmes dhe shpresoj që në zgjedhjet e ardhshme do të mund ta diskutojmë më parimisht këtë temë. Do dua të flasim edhe për përgjegjësitë dhe ato për si do të shkojmë më tutje, por jo pa i shtypur edhe kandidatët, me që ky është takimi i parë që e bëjmë. Edhe pa i parë votat, zoti Kurti thyen rekordin e vet. Shkon mbi 400.000 vota. 401.000 vota, po ashtu zoti Konjufsa del të jetë i dyti historikisht 316.000 vota. Kalon edhe numrin e zonës Osmani 2021, ani pse tek zona Osmani, kur kishte qenë në listë lëvizjes vetëvendosje, atëherë ka patur mundësi vetëm për 5 kandidat të votohet. Pastaj vjen zonja Haxhiu, zoti Murati, dhe ju jeni me 152.000 vota, që është një ngritje po ashtu rapide. Çfarë flet kjo, zonja Gërvalla? A mund të mbetemi për një moment tek numri 1 dhe 2? Po. Në media tona dhe në opinionin ton vazhdimisht dëgjon që gjithçka është rreth Albin Kurtit. Vendosja nuk ka njeri tjetër, asgjë nuk ka vendosje, ka vetëm Albin Kurti. Po ta shihni diferencën e votave, e shihni shumë mirë që votuesi, natyrisht që e ka votuar shumë fuqishëm kryeministrin Kurti, sepse kryeministri Kurti është garancia për zhvillimin e mëtejm në këtë rrugë që e kemi nisur bashkë në vitin 2021. Mirë po, edhe ish kryetari i Kuvendit Glau Konjufca, edhe Albulena Haxhiu, ish ministre e drejtësisë, por edhe, po ta shihni edhe mëtej, ka shumë persona cilët kanë vota 6 shifrore, sepse është një strukturë e tërë që e bartë këtë zhvillim, edhe që e bartë këtë perspektiv, edhe këtë premtim, këtë zotim, për të vazhduar rrugën që kemi nisur bashkë 2021. Personalisht, më së shumti, jam gëzuar votës Albulena Haxhiut. E dini pse? Pse? Sepse nuk u la gjë pa thënë, nuk u la balt pa u hedhur mbi këtë zonjë, që ishte gruaja më e votuar e Republikës Kosovës. Nuk u la ofendim, fyrje pa u përdorur ndaj saj. Dhe kjo vota, 172.000 vota për Albulena Haxhiun, e vërteton që mençuria dhe urtësia e votuesit në Republikën e Kosovës është e pakrahasueshme me çdo tjetër. Pra pikërisht këtë grua, për të cilën nuk u la fushat e poshtër pa u bërë gjatë vitit 2025, qytetari e vlerësoi me votën maksimale, përsërisi gruan më të votuar, dhe unë jam gëzuar jashtëzakonisht shumë për këtë votë, sepse jeni gëzuar më shumë për zonën Haxhiu me 172.000 vota se për vete me 152.000 vota? Jo, unë falenderoj secilin votues, secilin absolutisht për vlerësimin dhe votën që ma ka dhënë, sepse duke ma dhënë votën mua, natyrisht që e ka votuar edhe Partin Guxo, edhe ka votuar fuqishëm Partin Guxo si pjesë të këtij koalicioni. Prandaj unë jam shumë e lumtur mos të tingëlloj, sikur nuk po i kam të me votat e mia. Por ka disa gjëra të cilat qytetari me shumë mençuri i përcakton.